Natyrisht njerëzimi ka kaluar nëpër etapa të ndryshme dhe një prej nevojave që njeriu i ka është edhe nevoja shpirtërore, që duhet ta përmbush këtë nevojë dhe nuk mund ta ushqen apo përmbush këtë nevojë përveç se besimi dhe adhurimi ndaj atij i cili na ka dhënë shpirtin, na ka dhënë jetën. Përndryshe me çkado që mundohemi ta mbushim këtë boshllëk, nuk arrim ta mbushim dot, por edhe mënyrën se kur secilit Zot i drejtohemi dhe kjo pastaj ka shumë rëndësi, se e mbush çajo lidhje shpirtërore, nevojën tonë shpirtërore apo jo, pastaj kjo si më thon duhet qartësohet. Dhe që Zoti i Madhëruar të mos ta lënë njeriu në humbje, në errësirë, t'ia lë shpirtin bosh pa ushqimin e vet. Zoti ka dërguar profet, që njerëzit mos mbesin në errësirë. Dhe profetët kanë qenë lajmëtarët e Zotit, ata cilët e kanë përcjell mesazhin e Zotit, e kanë përcjell manualin hynor të Zotit Madhëruar, dedikuar neve si krijesat e Tij. Që të na tregoj Zoti se cila është e mirë dhe çfarë është e keqe, çka bën dhe çka nuk bën, çka është e lejuar për ne dhe çfarë nuk është e lejuar për ne. Dhe Zoti i Madhëruar, siç e shohim edhe në Kur'an, kur nuk ka lejuar diçka që na bën dëm, dhe kur nuk ka ndaluar diçka që na bën dobi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse Zoti, ai i cili na ka krijuar dhe na jemi gjithë krijesat e Tij pa dallim. Ai është krijuesi i botrave, krijuesi çdo gjëje. Ai na do të mirën më shumë se sa ne vetes. Ai na don neve më shumë se sa që ne e dojmë veten tonë. Dhe askush nuk mund të na mësoj rrugët e jetës, dhe çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, më shumë dhe më kompetent se sa vetë Zoti i Madhëruar, ai i cili na ka bërë të jetojmë. Prandaj kështu Zoti ka bërë që nëpërmjet profetëve të Tij, të dërguarve të Tij, ne ta mësojmë rrugën e drejtë, përveç mënyrën si ta bëjmë jetën, duke aplikuar drejtësi, duke aplikuar solidaritet, duke aplikuar dashuri vllazërore, prindërore, duke aplikuar dashuri farefisnore, shoqërore, kështu me radhë, duke i nxit krijesat që nuk e ka, siç thot profeti Muhammed në një hadith, thotë nuk e ka besimin e plot ai i cili nuk ja dëshiron vllaut vet mirën siç ja dëshiron vetes. Pra jo më pak se vetes, kur ja dëshirojmë dikujt të mirën, duhet ja dëshirojmë si vetes. Prandaj çdo herë kur dëshirojmë, kur mendojmë për tjetrin, duhet ta vendosim dorën në zemër. Një thonje ka Adem Demaçi, Zoti më mëshiroft shumë të çmuar, i ndjeri pasatën po deri kombit. E ka një thonje shumë të çmueshme, një prej thonjeve të çmueshme, sepse ai është krejt i çmueshëm. Këtë historia e tij është e çmuar dhe duhet ruhet në fanatizëm në historinë tonë, kombëtare, jo vetëm në Kosovë, por duhet gjithë kombi mbar ta njohë historinë dhe jetën e tij. Thotë që njeriu kur të mendon për tjetrin, duhet ta vendos dorën në zemër, sepse e mendon a dëshiroj me ma bo dikush këto që unë po mendoj për tjetrin, dëshiroj apo nuk dëshiroj, sepse zemra nuk gënjen. A kur e mos e vendos të dorën në mendje kur mendon për tjetrin, sepse truri kalkulon gjithmonë nënën tone, edhe nëse ai ka drejt, dhe mund t'i bësh dëm pa drejtësi atij, por gjithmonë kur mendon për tjetrin, vendos dorën në zemër, e zemra është e sinqertë, edhe ka ndjeshmëri, edhe çka dëm për vete, fillon me dashje për tjetrin. Thotë kur mendon për vete, thotë atëherë vendos dorën në mendjen tonë, në kokën tonë, sepse truri gjithmonë të mbështet ty, është në favorin tënd, edhe të përkrah.